Të dashur shikues të kanalit informativ dhe portalit të Medvegja Sot, ju përshëndesim nga Prefekti Tirana, nga Tirana e përbashkët e gjithë shqiptarisë. Sot pikërisht në këtë vend ku ndodhem sot, mbajt një konferencë apo një trizë e rrugullatës madhështore me përfaqësues nga të gjitha trojet shqiptare, duke filluar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, diaspora, si dhe përfaqësues nga Lëvizja e Preshevës, Bujanovci dhe Medvegja. U diskutuan kujtesa të rëndësishme, fjalime me një qëllim të vetëm, me një tekst të veçantë. Bashkimi Kombëtar Shqiptar, pra tryeza me titullin Bashkimi Kombëtar Shqiptar, mbledhi rreth vetes e disa nga më të rëndësishme të përfaqësues nga të gjitha trojet shqiptare, organizuar nga Kuvendi Kombëtar Shqiptar dhe Unioni i Shoqërisë Civile. Në këtë tryezë u theksua rëndësia sa më shpejt e bashkimit të trojeve tona në një etni, gjuhë dhe kulturë. Ju përshëndesim me pamje të mrekullueshme nga ky aktivitet madhështor organizuar nga Unioni i Shoqërisë Civile dhe Kuvendi Kombëtar Shqiptar.